بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد هون شفت الله جل وعلا صلوات والسلام تشوفشم për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me lejnë Allahu Gjelle wa Ala, vazhdoj me shpjegimin edhe disa sahabeve që kemi patër udhës për me i bashkangjit me serin që kemi fillu që një kohë të titulluar ata që xheneti i priti me emër. Radha është sot për Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Ajo që më ka bo që ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu me e futën këtë seri është fakti një hadithit të cilën e shënon Ibn Abdul Barri rahimahullah në librin e tij El Isti'ab. Është libër i njohur që flet për biografinë e sahabeve. E pastaj të njëjtën hadith edhe ka shënuar Ibn Asakiri rahimahullah në librin e tij Tarikh Dimashq se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ka qenë në kodrën e Hiras me disa sahabit të tij, edhe është dridh kodra, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonën uthbut qëndrohu se mbi ty e tani është Nebijun wa siddiqun wa shahid. Tani është një pejgamber i sinqert edhe shahidët. Në mesin e tyre është përmend tek Ibn Abdul Barri edhe Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu. Transmetime tjera tek librat e njohura të hadithit nuk është përmend Ibn Mas'udi, por janë përmend sahabit e tjerë. Mirë, ajo që më ka bo është se disa prej hoxhallarëve këtë hadith e kanë saktësuar çush e ka përmend Ibn Abdul Barri rahimahullah. Pastaj edhe hadithet e përgjithshme që flasin për fadiletin e sahabeve, gjithashtu edhe ajetet të cilat flasin për sahabit e parë që do të hyjnë në xhennet, do të jenë në xhennetet e Allahu xhalla wa ala. Padyshim se Abdullah ibn Mas'udi është min as-sabiqin al-awwalin, prej atyre të parëve që kanë pranuar Islamin, çu do ta shohim më vonë. Emri i tij është Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib. Vazhdon ibn Hudhayl, ibn Mudrik, ibn Iyas, ibn Mudar, ibn Nizar, Abu Abdurrahman al-Hudhali, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu. Kunja ti ka qenë Abu Abdurrahman. Me këtë kunje e ka emërtu pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Këtë shpjegon qartë, ku thot vetë Abdullah ibn Mas'udi, thot kannani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Abi Abdurrahman qabla an yulad. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendos këtë kunje para se me pasun e fëmijë. Pejgamberi ka vendos këtë kunje para se me pas unë fëmijë. Që i bie se nuk do me thonë patjetër duhesh me pas fëmijë për me pasën një kunje, një nofë, sikur është fjala Abdillah, nona Abdullah, për Aisha radhiyallahu ta'ala anha, s'ka pas fëmijë. Aisha radhiyallahu ta'ala anha s'ka pas fëmijë, mirë po është shpethon është thirr me këtë kunje. Disa kanë thonë për shkak djalit motrës saj Abdullah ibn Zubairit. Abdullah ibn Zubairi ka qenë djali i motrës së Aishës Esmas. Mirë po sido që tjetë e shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'udit ja ka vendos këtë kunje. Nona e tij, baba i tij Mas'udi ka qenë në miqësi me disa miqësi, me thonë me disa njerëz të asaj kohe, ndërsa nona e tij Abdillah ibn bint Abd Wud e ka pranuar Islamin.
Bile ibn Hajeri rahimahullah për të thot eslamet wa sahibet. Eslamet wa sahibet, çka i bjen e ka pranu islamin, edhe është konsideru sahabike prej sahabikeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që kushtet kush konsiderohet sahabi apo jo i kemi shpjeguar në fillim. Ka qenë një ligjërat komplet se kush konsiderohet sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fiziku i tij radhiyallahu ta'ala anhu ndryshon prej sahabive tjerë. Qysh jemi mësuar me ni, ka qenë i madh, i gjatë, kështu. Te Ibn Mesudi është, te Abdullah ibn Mesudi është të kundërta. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë prej sahabive të shkurt, sahabive të vogël, i zajft, ka qenë tepër zëshkan, e kam përmend që nuk e ka lyen mjekrën e tij, bile sahabit të tjerë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë tallë me Ibn Mesudin. Gjëgjësisht me këmbët e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka dalë me shokët e tij ka pjesa e Uhudit, edhe Ibn Mesudi ka hyrë me një pemë me mrri diçka. Ka fry era, i ka lëviz këmbët e tij. Humushat usaqai, që çto kanë kesh sahabit, çka i bën kjo? Se këta kërcet e kombëve i ka pas shumë të hollë. Kanë kesh me to, sikur që i ka quë era, me thonë kështu. Sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë kesh me to, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po keshni me to, thot pasha Allahun, që to kombë të Abdullah ibn Mesudit, në ditën e kiametit, në peshojën e veprave, kanë me qenë më të rënda se çka, se sa kodra e Uhudit. Që qështu ka thonë. Po keshni thot me kombët e ti, mirë po kombët e Abdullah ibn Mesudit, radhiyallahu ta'ala anhu, në ditën e Uhudit, kanë me qenë, në ditën e kiametit, kanë me qenë më të rënda se kodra e Uhudit në peshojën e veprave të ti, radhiyallahu ta'ala anhu. Islamin e ka pranu herët, shumë herët. Kur kanë folën ulemoja për islamin e ti, kanë thonën esleme qabla an yadkhula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayt al-Arqam. Çka i bën kjo? Kjo i bën se ka pranu islamin shumë herët para se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu mbyll shtëpinë e Arqamit. Domethënë krejt në fillet e shpalljes, saqë disa transmetime tek Hakimi rahimahullah në Mustadrak ka ardhur, thot laqad ra'aytuni, thot sikur më kishe pa në atë kohë, kam qenë i gjashti prej atyre që kam pranuar islamin. Do thonë shumë herët. Ka qenë i gjashti dhe me thonë kështu prej atyre që kam pranuar islamin shumë herët. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë bari i njënit prej prijezve të Mekës. Edhe ma shumë ka jetu, me thonë kështu në lugina e në mregore të Mekës se sa ka jetu në qytet, se sa ka jetu afër Çadës. Edhe ju e dini se me të ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pranën islamin e Abu Bekri, e disa sahabit pak, pa besimtarët e kanë torturu, i kanë mundu, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh ka dalë prej Çabë, prej Mekës edhe është shëtitna për lugina me Abu Bekrin. Një ditë prej tetëve, për deri sa janë konë të ejtë se kam paën një kopej delesh. E që bari i atyre deleve kush ka qenë? Abdullah ibn Mesudi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çush përshkruan transmetim ka qenë i etur shumë, i lodhur prej udhëtimi, edhe ju ka afruan këtij voglushi. I ka thonë voglush, a ki në dele apo a ki qumsh, në dele që ka qumsh, ta shujmë etjen edhe urinë tonë që e kemi. Thot ka, mirë për nuk mujme të thonë. Për faktin se kjo është besa jeme që e këmë thonë zotriju tim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, a ki në dele që nuk është shtu asnjëherë. Të na i thojnë rumës. Do thonë ato i delet që nuk kanë qenë barsune asnjëherë dhe nuk janë shtu asnjëherë. Thot kem tilla. Atëherë thot më afro,
ja ka afru edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka prek gjitë e saj. Thot janë rrit, e ka mjel, ka pitomël pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj i ka thonë edhe Abu Bekrit, edhe ju ka thonë kthehuni qysh ishit janë kthy. Abdullah ibn Mesudi habitet me këtë gjest. Pastaj i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saj e kupton që ky njeri nuk është i rëndomt. Edhe i thot, o ti njeri mëson mua prej dijes tonë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot, innaka ghuleymun muallam. Ti je një voglush i kthjellt. Je një voglush i çiltër. Që ka qenë lidhja e parë, apo shme thonë njohja e parë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me Abdullah ibn Mesudin, gjithsesi po themi me aspektin e shpalljes. Edhe pas pak kohë Abdullah ibn Mesudi e pranon Islamin. Edhe prej asaj kohe Abdullah ibn Mesudi radiallahu ta'ala anhu ka qenë shërbim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur s'ju ka da? Sa që ka bajt, i ka bajt që me thonë shkopin e ti, i ka bajt mbathet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka bajt ujin e ti nëse ka pas nevojë. Kur ka është ullë me pushu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar se Abdullah ibn Mesudi ka morën mbathet e tij, njënën këpuc këtë on, njënën këtë on i ka shtinat shetullah. Është përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka hi në dhomën e tij pa hi ibn Mesudi me pasru. Sa që qaq afër pejgamberit ka nejt, aj edhe gruaja e tij që pejgamberi alaihi salatu wasallam ja ka lejuën me hi e me dal kur donte shtëpia e tij. E që kanë thonën sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mesudi është konsideru njeriu që i ka ditë sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abu Musa radiallahu ta'ala anhu, kemi arë për Jemenit unë edhe vllajim, edhe kemi jetu gjatë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kemi mendu se Abdullah ibn Mesudi ka qenë prej familjes Muhammedit alaihi salatu wasallam. Pse? Për shkak që me thonën afërsisë të madhe apo mundësisë që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mesudit me mësu prej tij, me hyrë në shtëpinë e tij, edhe me qel derën me thonë çfarë do kohë. Me qel derën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çfarë do kohë. Abdullah ibn Mesudi konsiderohet prej sahabive që në librat e historisë shkruhet kështu, konsiderohet prej sahabive të parë që ka shfaq apo ka lexu Kur'an para me kalive, që ka lexu Kur'an me zonin e tij. Kështu shënohen librat e historisë, vjen Imam Dhahabiu rahimahullah edhe thot, po, kështu është e përmend librat e historisë, mirë po, thot ka edhe para Ibn Mesudit që janë falë në qabe, walakinnehu thot ju awal. Çka i bjen kjo? Kjo komentohet që kjo ngjarje pse është përmend librat e historisë kështu. Për faktin se Ibn Mesudi ka dalë dhe ka ngrit zonin me lexim të Kur'anit. Janë kon sahabit të bisedu me zvete, thot që sa kohë edhe në halas kemi dalë me shfaqen këtë libër haptas para me kalive në Mekë dhe me lexu Kur'an. Kush po del për neve, paramendoni Abdullah ibn Mesudi, një bari që ka qenë fillimisht, pastaj Allahu Gjelle wa Ala prej kopeve deleve dhe ka sjell me qenë shërptor i njeriut që ka qenë sebeb me udhëzuar në dynjë dhe shakanta. Ibn Mesudi thot, unë po dal. Unë po shkoj me lexuan. Del edhe fillon me lexu surën Ar-Rahman. Kur e shohin me kali, thonë çka është ka bën çaj. Çka e ka ngritë zonën kështu? Ka thonë se duket po lexon diçka që i ka zbrit Muhammedit. Ka shku e ka në ra, ai nuk është ndalë derisa ka përfunduar ato që ka pas për qëllim me lexuan. O kështu tek sahabit ku kanë qenë grumbulluar, ka qenë i përgjakur radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe i kanë thonë atë kemi thonë prom se mos del se kjo ka me gjetë. Wallahi thot nëse më lejon, thot edhe nesër kisha dalë dhe nuk i kisha pas dert këtë punë asnjë ka shumë. Mirë po thot mjafton kaq. Do thonë konsiderohet
Abdullah ibn Mas'udi prej të parëve që ka shfaq, më thonë që ka lexuar Kur'an haptas në Mekë. Qëndrimi i gjatë i Abdullah ibn Mas'udit radiyallahu ta'ala anhu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka bëu që me qenë prej sahabive më të ditur për librin e Allahu xhalla wala. Ka qenë prej sahabive më të ditur që në lidhje me Kur'anin. Bile këto e ka thonë edhe vetë radiyallahu ta'ala anhu, ana a'lamu an-nasi bi kitabillah. Jam prej atyre që e di mas mirë librin e Allahu xhalla wala. Mesruqi thot këtë Abdullah ibn Mas'udi e ka thonë mesën e sahabive. Edhe nuk ka asnjë që ka kundërshtu. Mirë, por kur e ka thonë këtë, unë jam njeriu më i ditur për librin e Allahu xhalla wala, si duket e ka kuptu se mos e ka tepruar këtë aspekt, ka thonën walastu bi khairikum, ama nuk jam më i miri për juve. Subhanallah. Kjo është shumë lazillak, unon me menun këtë punë, thotën jam më i ditur për librin e Allahu xhalla wala, mirë po nuk jam më i mirë se jo. Se mundesh me qenë me një aspekt, a më jonë të ratë aspekte. E që kemi shpjegu këtë mesele tek disa sahabi, si të Abu Bekri, si të ai tjetri, do më thonë është veçu me një veçori, mirë po jo në aspektin e përgjithshëm. Se në aspektin e përgjithshëm, kemi thonë se me Abu Bekri radiyallahu ta'ala anhu nuk ka krahasim. E që kemi me pa, edhe të rasti Abdullah ibn Mas'udit, ka pas mesele që është veçu në Abu Bekri radiyallahu ta'ala anhu. Thot numri i surave në Kur'an sa janë 114 apo. Thot akhadhtu ibn Mas'udi kështu thot akhadhtu min fihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 sura. I kam mësu prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i bie direkt prej tij 70 sura. I kam mësu. Edhe nuk ka ajet thot në Kur'an që nuk e di se ku ka zbrit dhe për çka ka zbrit. Nuk ka ajet në Kur'an që ka zbrit vetë se kam dije për ta, e di për kën ka zbrit, edhe pse ka zbrit dhe ku ka zbrit. Pastaj thot, si kur të ishte ndonjë ajet dikun që une nuk kam dije për ta, edhe thot mundem me arrit me mjetet udhim të asaj kohe, thot kisha shku. Ky ka qenë për kushtimi Abdullah ibn Mas'udit radiyallahu ta'ala anhu për librin e Allahu xhalla wala. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mallëngjuar për leximin e tij. Ka thonë, iqra alayhi al-Quran. Lexo mua Kur'an. Abdullah ibn Mas'ud thot, ja Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. O i dërguari i Zotit, unë thot me të lexu ty Kur'an kur ty po të zbritet, pejgamberi sa thot fa inni uhibbu an asma'ahu min ghayrihi. Unë thot kam qef edhe dëshiroj me dëgju prej të tjerëve. Atëherë Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ka fillu me lexu surën An-Nisa derisa ka rritë fjalët e Allahu xhalla wa ala فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Flet për ditën e Kiametit, se çysh pejgamberi alayhis salatu wassalam ka më qenë dëshmitar për ummetin e tij, edhe thot pejgamberi ka thon hasbuka al-an. Ndale tash mjaft, thot Ibn Mas'ud faltafattu ilayhi fa idha aynahu tadrifan. Këshyra thot pejgamberi alayhis salatu wassalam i shkon tokajt. Ka ardhur një njeri prej Kufës, se çysh kemi më pa më vonë, apo është mirë, tash në esencë që të lidhen meselet. Ky ka jetu, ka marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam krejt betejat. Prej Bedrit derisa ka vdekur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu me Abu Bekrin, pastaj me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu. Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e ka quhen ku mësues, mëfti, me thonë kështu, e ka quhen Kufe. E ka quhen Kufe. Ammar ibn Yasir edhe Abdullah ibn Mas'udin. Ammar ibn Yasir e ka caktuar guvernator tyre
ndërsa Abdullah ibn Mesudin e ka quajtur si mësues tyre. Ka thonë pasha Allahun, thot për shkak të hajrit edhe dashnisë që kam për njerëzit e Kufës, ja kum qua Abdullah ibn Mesudin se për ndryshe kisha nol të vetja jame. Se kisha qua atje. Qa që ka dashur. Pas një kohë, Sha'bi, Imam Amir ibn Shurahbil Sha'bi thot nuk ka njeri që ka hinë në Kufë dhe ka pas dobi më shumë se Abdullah ibn Mesudi. Ka që njeri shumë i dobishëm. Ka shku për ka për hapdije. O shkon prej myftive të sahabëve. E ta keni parasysh, ata që kanë qenë prej myftive të sahabëve janë pak. Nuk janë shumë. Abdullah ibn Mesudi ka qenë prej myftive të tyre. A kur ka shku në Kufë, ka ardhur një njeri në kohën e Omerit, edhe i ka thonë ja Emir al-Mu'minin, është njëri thot atje në Kufë, thot po na i lexon Kur'anin për mensh, po na i dikton për hifzit vet. E që ka qenë traditës e selefit, e njerëzve të hershëm, që sanet me i rujtë edhe me shkrim. Me i rujtë edhe me shkrim se mundën, se kam përmenë, konë njohur, el-hifdhu khawan, kanë thonën. Hifzi mund me të radhtu. Ka thonën është njoni që është. Omer është nervozuar. Ka thonë kush është ai? Ka thonë në është Abdullah ibn Mesudi. Tash ka dalë. Omeri tash është rahatuar. Kadar ka dalë bile kur përshkruhet ato Omer është skuq prej nervozës. Kur i ka thonë Abdullah ibn Mesudi ka thonë prit pak. O rahatuar. Thot po ta kallzojnë në ngjarje. Ishëm thot me pejgamberin alayhi salatu wassalam edhe kemi hyrë në xhami. Arsir një njeri po falet. Po lexon thon surën An-Nisa. Deri thot jemi afru nga ti, sa që thot për pak sa nuk e njoh shumë kush është. U fal, pastaj o ola dhe po lutet. O Allah po thot. Baba Kur'anin dashur për mua. O Zot më mëso kuptimin e tij. O Allah më mëso shefatin e pejgamberit. O Allah më mundso thot shoqërimin e pejgamberit në xhenetet e tij të larta. Po lutet Ibn Mesudi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po thot sel tu'ta. Luto se Allahu xhalla wa ala tash ti përgjigjet dos tua. Do thon kjo po falet, u fal, pastaj u ul edhe po lutet. Pejgamberi afër ti me Abu Bekrin dhe Omerin. A pejgamberi po thot luto se Allahu tash ka me të përgjigj. Kjo po i bën krejt këtë lutje. Omer radiallahu ta'ala anhu tërnesër më thot kam me shkuën ja Rasul Allah thot më jep leje të shkoj te Abdullah ibn Mesudi edhe u beshiruhu. Ta përgëzoj për këta. Vëllazër, për shembull, ky është argument që Ibn Mesudi ka më qenë prej xhenetlive. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thot lutu Allahu të përgjigjet. Po thot o Allah, më mundso që ta shoqëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhenetit tua. Omer radiallahu ta'ala anhu shkon me përgëzu Abdullah ibn Mesudin. Kanë e gjonte Abdullah ibn Mesudin. Abu Bekri kishte shku herët para Omerit radiallahu ta'ala anhu. Që disa raste Omer radiallahu ta'ala anhu ka dasht me i parapri Abu Bekrit në hajër. Shumë kanë qenë raste. Një prej tyre kjo. Thot nxitoj herët mëngjes, shkoj ta përgëzoj Abdullah ibn Mesudin për ato dua që i ka bërë se Allahu xhalla wala i ka përgjigjë prom. Kur shkon thot e gjen Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu ta'ya kish pas përgëzu para me. Edhe i ka thonë wallahi innaka lasabbaqun bil khair. Pasha Allah i thot ti s'mundet më shty me ty e kërkosh në hajër edhe në mirësi. Ky ka qenë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu. Është një mesele që kisha pas qef me kuptu drejt, pastaj e përfundojmë këtë sahabi. Imam Bukhariu rahimahullah thot kur flet për vdekjen e Abdullah ibn Mesudit, thot tuwfiya fi khilafati Umar. Disa libra në Tarikhul Kabir thot قبل عمر لا في آخر حياة عمر ثت توفي
ka vdek fund jetës e Omerit, në khilafet e Omerit. Amo ajo që është me qëllune, ja. Ajo që është me qëllune, ka vdek Omeri, Abdullah ibn Mesudi ka qenë gjallë. Në kohën e Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mesudi ka vdek. Mirë po, jo në fillim, pak ma vonë. Kur është përhap Islami shumë, edhe tash është përhap në Sham, është përhap në krahinat ruse në Armenia, në të farvenet, Hudhejfe ibn al-Yamani radiallahu ta'ala anhu i ka pasë njerëzët kanë fillu me deviju leximin e Kur'anit. Edhe ka ardhi ka thënë, ja emir al-mu'minina edrikin nas. O prijesi i besimtarve, thot njerëzit kështu për deviju leximin e Kur'anit, thot bën diçka. Çka ka bërë Uthmani radiallahu ta'ala anhu? E ka caktu një komision në krye me Zeid ibn Thabit, edhe i kanë mbledh krejt mushafe që kanë qenë, i kanë djeg. E kanë marrë mushafin e Hafsës dhe i kanë bërë disa kopje. Apo, nëse kanë mos pajtim, komisioni që e ka caktuan, atëherë thot, let krejën e harfin e Qurayshit, dialektin e Qurayshit. Në rregull. Çeto komisione për tubimin e, që me thonë për shkrimin e Kur'anit në kohën e Uthmanit, Abdullah ibn Mesudi s'ka qenë. Abdullah ibn Mesudi nuk ka qenë. Edhe kur lexon librat e historisë, e shef se Abdullah ibn Mesudi sikur krejt njerëzit edhe ai ka qenë njeri. Uthmani radiallahu ta'ala anhu kur ka dhënë urdhër për me u asgjësu çdo mushaf tjetër, përveç këtyre që i ka shkruajt, se na kemi thonë, edhe kemi shpjeguar disa herë që ato mushafe që kanë qenë, pastaj i ka shpërndarë në për provincat islame ku shkonën, edhe me to e ka dërguar edhe një mësues. Kur ka bërë me dërgu në Irak, Abdullah ibn Mesudi nuk ka pranuar me djeg mushafin e vet. Edhe njerëzve ju ka thonë, ka mojtë khutbe për këtë mesele. Kush që është ajeti, o men galle fe innama yaghlu al-yawm al-qiyama, është të çka? O men galle yati bima galle yawm al-qiyama. Okay. Kush merr diçka prej pa drejt prej plashkës luftës, ka me ardhur në ditën e Kiametit, duke e bartë ata dhe krejt njerëzit kanë me kuptu se që ka marrë pa drejt. Atëherë ju ka thonë njerëzve të Kufës, ka thonë merrni mushafat e juve dhe mos i degni. Edhe nëse dilni në ditën e Kiametit para Allahut, thot dilni me mushafat e juve. Çet ajete ka komentuar çto. Edhe nëse dilni para Allahut në ditën e Kiametit, dilni me mushafat e juve. Bile ka fol, ka thonë, po më urdhëron Uthmani radiallahu ta'ala anhu me e djeg mushafin tim, thot 70 sure prej Kur'anit i ka mësu direkt prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot kur ka mësu Kur'an prej pejgamberit, Zeid ibn Thabit, që kryetari komisionit, me thonë kështu, kjo thot ka qenë fi sulbi rajulin kafir. Që qëtu ka thonë? Kjo ka qenë trupin e një njeriu pa besimtar. Të thonë trupin e babës tij. Pastaj thot kur ka mësu prej pejgamberit Kur'an, Zeid ibn Thabit ka qenë të lujt me fëmijët e mahallës. Që qëtu thot? Mirë po, çka ka ndodhur? Pse që to e ka thonë? Apo me thonë kështu, pse Uthmani radiallahu ta'ala anhu ka vendos, do me thonë në Zeid ibn Thabit, edhe Abdullah ibn Mesudi ku është. Pika e parë që Uthmani ka pas drejt plotësisht, se sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam krejtën kon me Uthmanin këtë pikë. Që Uthmani ka pas drejt plotësisht, duhet me i ndan dy gjëra. Shkrimi edhe perfeksionimi i Kur'anit në edan, lexim edhe shpjegim. Abdullah ibn Mesudi ka qenë çet aspektin e dytë, thonë leximin e Kur'anit, në kuptimin e Kur'anit, ama jo edhe në shkrim. Se Zeid ibn Thabit ka qenë prej atyre që kanë shkruajt mushafin ku në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është e qartë prej kutabul wahi, prej atyre që kanë shkruajt. Kjo është e para. E dyta,
Uthmani radiallahu ta'ala anhu krejt që ata që i ka angazhu për të shmethonën për shkrimin e Kur'anit tasht edhe të bimin e njerëzve të Kur'anit, krejt i ka pasa për vetës. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi ku ka qenë? Ka qenë Kufe. Ka qenë Kufe. O kone fështirë për Uthmanin me dërgu shkresa që më bojmë me qëta jetë, e ku bojmë ku për vendosën, të ku vendosën. Ashtë e kjartë? Dhe më thonë, këto dyja kanë qenë edhe treta është se, alhamdulillah, Abdullah ibn Mesudi në fund është këthyën prej këti qëndrimi. Edhe ka miratu veprimin e Uthmanit, radiallahu ta'ala. Bile Imam Dhahabiu, rahimahullah, thot, e pse Abdullah ibn Mesudi nuk e ka qërtu Ebu Bekrin para tina? Se Ebu Bekri është i pari që e ka caktuar në komision. Se na edhim se Ebu Bekri ka të Kur'anin, apo njëherë. I pari që e ka caktuar në komision Zeid ibn Thabit ka qenë Ebu Bekri. Tek Ebu Bekri nuk dije që Ibn Mesudi ka fol, ndërsa tek Uthmani ka fol. Atëhera, pasi Uthmani, radiallahu ta'ala anhu, e vendosi e të bëj Kur'anin me një vend, dhe qoj nga një, që me thoni, grumbulloj njerëzit rreth Kur'anit, edhe qoj nga një mësos çdo provincë islame, që ka bëj i ka dërgu shkres, Abdullah ibn Mes'udit, radiallahu ta'ala anhu, prej Kufës hec Medine. Prej Kufës hec Medine. Që dhe vëllezër shka dhe me thonë, më konë çdo gjë për Allah. Tash na, që me thonë që të mos pajtimin e Abdullah ibn Mes'udit, mos ta kuptojmë kontekstin tonë, kur të kundërshton dikush, o kërë më abejta, aja është khasmi joti. Ja këta sabi s'kanë pas kështu. Aja këtë punë ka po fej. Mirë po ma vonë, kur është qaru çdo gjë, është rahatuan, edhe është pajtu me mendimin e Uthmanit. Kur i ka qu shkresë Uthmani, Abdullah ibn Mes'udit me ardhë Medine, që kanë bo? Njerëzit e Kufës janë rrethu afër Abdullah ibn Mes'udit. Edhe i kanë thonë, mos shko. Na jem ata cilët kemi me nëmbrojt nëse dikush tenton me të sulmu tyje. Çka ka thonë Abdullah ibn Mes'udit? Ka thonë, hak i khalifës besimtarëve është kjo që apo kërkon. Ndërsa obligimi jim ndaj tij është me ndëgju edhe me respektu fjalën e tij, edhe thot nuk du me qenë der e fitneve une. Edhe është nis për Medine. Rrugës për Medine, para se me hinë Medine, e gjen një gjenoze në rrugë. Kush e din gjenoze e kujt ka qenë? E kemi shpjegu qëto. Bravo. Gjenozë e Abu Dharrit, radiallahu ta'ala anhu. Ja ka falë gjenozën e Abu Dharrit, edhe pastaj ka ardhë në Medinë të Uthmani, radiallahu ta'ala anhu. Ka jetuar disa pak kohë, edhe në vitin 32, si pas hijrejtet, radiallahu ta'ala anhu, vdes Abdullah ibn Mes'udi, dhe len amanet gjenozën e ti me afon Zubejri. Kush ka qenë Zubejri? Ka qenë aj i pari me cilën e ka vllazëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mes'udi mirëkardh me tine. Sa Abdullah ibn Mes'udi dy hijrejtën ka usë, edhe hijrejtën Habeshe, edhe hijrejtën Medine. Kur ka ardhën Medine, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vllazëruar me Zubejrin. Edhe Abdullah ibn Mes'udi kalon amanet që gjenozën me afalën Abdullah, që me thonë e Zubejri radiallahu ta'ala anhu. Porosit Abdullah ibn Mes'udit për Kur'anin, për takvallakin, për dynjon, për devotshmërin, janë mahnitse. Natyra e temave tona, apo që me thonë këtyne takimeve, nuk është me ndalë fort nga ato. Mirë ju kisha këshillu, nëse keni kohë ndonjëherë, Hoxha Gjeladin Leka e ka një seri të ligjërata dhe këshilla nga sahabët. E ka dhe këshillat e Abdullah ibn Mes'udit, radiallahu ta'ala. Këshilla nga sahabët. E pa në fund këshillat e Khatijës, radiallahu ta'ala, ka fillu dikun ndoshta mbi 5 vjet i ka. Që e merr një sahabia dhe i don disa këshilla atij që i ka dhënë, a pastaj i plason xhamat, shumë janë dobishme. Aty i kina dhe disa këshillat e Abdullah ibn Mes'udit, radiallahu ta'ala anhu. Elusum Allahun Jalla wa Ala që
Abdullahun edhe shokët e tij t'i ketë mëshiru. E lusim Zotin që t'i bashkoj me pejgamberin e tij në xhenetet e tij të larta, çish është lut ai radhiyallahu ta'ala anhu. Na bashkoj edhe neve me ta. Të kënaqemi atëherë me ta edhe t'i shohim. Se na tash po flasim çish ka qenë fizionomia e tyre, çish ka qenë fiziku i tyre, po pasha Allahin njeriu kur i don ata edhe subhanallahu ka neri paramendon çish është forma, çish është Abu Bekri, çish ka qenë Omeri. Veç mu ju paramenduna në bazë fizikut çish të valla. Po inshallah Allahi na i mundson me ata burra me u knaq atje. Me ul me thonë se mas 1400-500 vjetëve në xhamin e fshatit Pozharan kena fol për juve. Inshallah Allah i don që këto fjalë janë argument për neve e jo kundër neve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.